A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhe së dashur, pasi që kemi folën për vlerën e leximit të Kuranit, dhe se leximi i Kuranit më kanë për hir të Allahut, duhet të respektojmë rregullat e tajvidit. Sot e kam një mesele që është virdi i Kuranit apo hizbi i Kuranit. Çka i bie virdi i Kuranit? Virdi i Kuranit i bie si cili për neve duhet me pas nga një plan program ditor ku do të ketë më thonë lexim të Kuranit. Kjo mund me konë 5 faqe në ditë, mund me konë 10 faqe në ditë, apo një gjuz Kuranit, apo më tepër. E ky plan program quhet më thonë sheriat, quhet virt, apo quhet ndryshe edhe hizb. Çdo njëri për neve duhet me pas nga një hizb apo me pas nga një virt kuranor, një plan program ditor që ka me lexu Kur'an. Kjo është shumë e rëndësishme. Allah subhanahu wa taala ka përmendur virdin në Kur'an si një burim. Allah thot në Kur'an walamma warada ma'al Madyan. Kur Musa alayhis salam hiki për Firaunit, ku shkoi? Shkoi në Medjen. E kur shkoi në Medjen e pa një burim. E thot Allahu, dhe kur kaloi Musa alayhis salam pranë këtij burimit, walamma warada. Për këtu vjen virdi. E ka kuptimin virdi sikur burim, ujë. E pse virdi, plan programi i leximit të Kuranit, pse është quajtur vird? Nga se uji e zhvillon tokën, edhe virdi i Kuranit e zhvillon zemrën. E mban gjallë imanin. Këtasi virdi është shumë me rëndësi në Islam. Këtasi kanë thonë dietarët, Allahu pejgamberin alayhis salam me çka e forcoi? E forcoi me Kur'an. Nëse ne kemi plan program ditor, leximin e Kur'anit, kjo do të jetë shkak që ta kemi zemrën më të fortë, imanin më të mirë. Allah thon Kur'an për pejgamberin alayhis salam, "Kadhalika linuthabbita bihi fuadak." O Muhammed, ne po ta çojmë ti Kur'anin me ta forcu zemrën, me ta përqendru zemrën. Këtu e kuptojmë që njeriu që lexon sa herë Kur'an, edhe ka plan program ditor, ai ka zemrën imanin më të fortë. Kurse ai që nuk ka plan program ditor me Kur'anin, atij më thon i dobësohet imani. A kemi nevojë, unë jam musliman, kam nevojë me ma forcu Allahu zemrën? Po. Kur pejgamberi sa ka pas nevojë me ia forcu Zotin me Kur'an, kështu që ne kemi edhe më shumë nevojë se sa pejgamberi me na forcu zemrën me Kur'an. Tasvie virdi është shumë më rëndësi në jetën e besimtarit. Një meselë tjetër, po nëse ndodhu në kumbo virt me lexu nga 5 faqe, apo 10 faqe në ditë, apo një gjuz, edhe ndodh që gjuzi më ka hik, që ato 5 faqe i kom pas plan program, sot kom pas disa punë edhe më ka hik, s'kom pas mundësi me lexu. Çka me bot nesër? Dietar kanë thonën, duhesh me bë kaza. Shemë e ki caktu 5 faqe në ditë. Edhe ka hik, si ke lexu 5 faqe. Ti nesër duhesh me bë kaza. A ka që kjo bazë në Islam? Virdi që të hik me bë kaza? Po, transmetohet pejgamberi sa ka thonën, men nama an hizbihi au shay'in min kanë zgjumi. Edhe se ka lexuar atë virdin, se ka lexuar ato faqe që i ka pas plan me lexu, fa qara'ahu fima bayna salati al-fajr wa salati adh-dhuhr, nëse ndodh që lexon mes sabahit dhe drekës, kutiba lahu ka'annama qara'ahu min al-layl. I shkruaj se vapi sikur e ka lexuar ditën e kaluar, natën e kaluar. Këtë e kuptojmë që nëse të hik virdi, nëse të hik plan programi i leximit të Kuranit, duhesh me kompenzuar nesër. Nëse kompenzon të shkruaj se vapi sikur e ke lexuar ditën e kaluar. Pra më thonë, kjo është një meselë. Mesela tjetër, vëllezër të dashur, ai që e bën virt, e bën plan program me lexu Kur'an, fillimi do të jetë shumë rënd. Po ka thonë dietarët, fillimi i rënd vazhdon me konën qetësi dhe vjen një moment që bëhet lumturi leximi i Kur'anit. Të merr malli ku ka marrë çaja koha që ke me lexu Kur'anin. Dasi më thonë si cili për neve, është mirë, më thonë, rreth parë, puna e parë gjatë ditën e tjetë, më thonë, virdi i Kur'anit.
Transmetohet në një hadith, njëri prej sahabëve e kishte pas Aus ibn Hudhaife, e kishte pas një takim me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Edhe pejgamberi sa ishte vonu. Është vonu pejgamberi sa skard në atë terminin që kanë saktuar. Edhe sahabët e pyetën ja Rasulullah, ku ishe ti? Na mungove. Thave që kemë ardhur, por nuk erdhe. Pejgamberi çka tha? Pejgamberi tha, innehu tala alej hizbi min al-Quran. I tha këtij sahabijut, e pata me lexu hizbin, ato faqet e Kur'anit dhe s'mujta më ardh. Shko dhe pejgamberi sa ka pas hizb, ka pas wird ditor. Edhe takimin e ka lënën, por virdin se ka lënë. Ulema e thonë që si thëri për neve, më thonë, duhet me pas një wird, një plan program që s'duhet me e lënën. Një mesele tjetër, dietarët e diskutojnë një mesele, sa duhet me qenë virdi. A duhet me qenë 2 faqe, apo 5 faqe, sa duhet me qenë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thuhet që Abdullah ibn Amr ibn Asi ka lexuar shumë Kur'an. Çdo natë ka bëu hatme Kur'anit. Çdo natë. Edhe baba i vet Amr ibn Asi shkon te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, thotë ja Rasulullah, djali im është të lexuar shumë Kur'an. Çdo natë bën hatme. Këshilloje. E pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e këshillon Amr ibn Asi dhe i thotë, lexo ban hatme për çdo muaj nga një. Jo më shumë. Abdullah i që thotë, ja Rasulullah, unë muna me dhe më tepër. Unë jam i fort. Muna me lexu edhe më shumë. Pejgamberi më thotë atëherë, nëse po ki takat, ki forcë me lexu, atë lexo, thotë, çdo 20 ditë bën nga një hatme. Abdullah i thotë, ja Rasulullah, unë muna edhe më tepër. Atëherë pejgamberi thotë, lexoje, bëje hatme për çdo javë. Por mos e bën edhe më frikë se kjo. 7 ditë jo më shumë. E thuhet pejgamberi në këtë hadith e ka këshilluar fillimisht me bën një hatme gjatë çdo muaji. Po nëse je fillestar, filloj virdin me 5 faqe. 2 muaj, 3 muaj, çdo ditë ka 5 faqe. Tani ngadal shtoje virdin. Qitë 20 faqe, edhe ngadal mush me bë nga 40 faqe, që më thon fillimin e tit i lehtë e gradualisht tani edhe e shton ato faqet, ato dozën e faqeve të Kuranit. E kjo më thonë është më e mirë, atë mirës është nga një gjus. Po nëse ki takat dhe ki forcë, lexo edhe më tepër. Ulemat kanë përmendur një mesele, cila është ajo virdi më i vogël. Kanë thënë s'duhet ta kalon 40 ditëshin pa me bën një hatme. Është mekruh me kalu muslimanit 40 ditë dhe s'ka bën ndonjë hatme. Pasi më thonë është mirë ta shtimi sistem këtë çështën e Kuranit. Si thash në fillim, virdi do thotë gjallëria e zemrës. Edhe bëja vetë si obligim, si farzin, si e ki namazin me fal 5 ditë, caktoja një kohë, disa faqe që s'ki minon asnjëherë. E do ta shohësh rezultatin. Rezultati është shumë i madh. Thuhet një rast interesant, e tregon njëri prej dietarëve, njëri prej ulemave kishte lexuar shumë Kur'an. E kur i kishte ardhur rasti me shku në spital, mu bo paraci, i kishte thonë doktor që do të huben vedia jote, kështu që më thonë 4-5 orë nuk do t'jesh në vedije. Ky dietari thotë, o ti mjek, unë 4-5 orë çka bëj pa Kur'an? Unë çka bëj me Kur'anin? Thotë, unë 4-5 orë më kalojnë shumë orë e nuk do të kem mundësi me lexu Kur'an, nuk do të kem mundësi ta kryj hizbin. Çka thotë ky dietari? I thotë dietari doktorit, i thotë mjekët, thotë unë para se me mu bo paraci, do t'i fali 2 recate, edhe kur do të shrina në spital, aty në krevet, me bo paraci, unë do të filloj me lexu Kur'an. Edhe çka ndodhën, ki fillon me lexu Kur'an, ki dietari, edhe ata filloj me bo paraci. E tregon ki dietari, thotë e kam dëgjuar nga vet mjeku, tha e humbi vetdijen, ishim duke bo paraci personin, tha gjua e tij tha lexon te Kur'an. Nuk ishte në vetdia ai person. Po për shkak që ka pas virt, ka pas plan program ditor me Kur'anin, edhe kur ka humb vetdijen, gjua e tij ka lexuar Kur'an. Pasi më dha shumë me rëndësi ta kemi një virt. Shpesh muslimanët unë i shoh xhamatin, vllaznia, më thon, edhe talebe që e krin hatmën,
e ban hatmë dhe vjen dita e harron Kur'anin. Ku është problemi? Problemi se s'ka pas virt ditor. S'ke pas plan program. Edhe duhet që të plan program ti përmbahesh me çdo kusht. Çka do që ndodhen? Shikoni dietarët, edhe kur është shtri në spital, se kalon virdin e Kur'anit. Pra lutim Allah subhanahu wa taala më në fund Zot na mëson gjithë për neve takimin nga një virt, takimin nga një plan program të Kur'anit që nuk do ta lëmë asnjëherë, me që dhe menar vdekja, ti kemi qenë me virdin, me Kur'anin, kemi pas gjuhën të lagur me Kur'an. Edhe vdekja është më e mirë për atë person i cili më thon vazhdimsinë në Kur'an. Allah na bëf prej tyre, wa aqulu ma tasma'un wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin.